Okej, kur ka qenë hera parë, ndoshta që keni ardhur në qytetin e Ferizajt? Po unë kum qenë këtu para një 50 vjetë, 60 vjetë veç është. Para 60 viteve. Po. Se kujton Ferizajn atë kohë? Ishtë qendra e vogël, shumë e vogël ishte. Ka qenë shumë e vogël. Një rrugica e vogël ishte ati. Ndërsa sot, A sot, gjo normal, a bo një qytet megaman. ashtu i nderuar. A ke për fund një përshëndetje për gjithë shqiptarët e Maqedonisë? Si jetë vogëlan? Mirë, ju si kaloni, Mirë, faleminderit. Jemi pra emisioni 05, pyetja që kam për sot. Kush duhet ta formojë qeverinë edhe kush duhet të jetë krye parlamentar ose parlamentare e Kuvendit të Kosovës? Bash nuk jom i njohur, se unë nuk jom pi Kosove. Nuk je në Kosovë? Jo, Prej nga jeni? pri Maqedonie, Prej Maqedonisë. Cilin vend saktësisht? Tetovës. Tetovës, i nderuar, apo më tregon se edhe më parë takova dikë. Pse po e vizitoni Ferizajn kaq shpesh ose çka po ju tërhek realisht në Ferizaj, që më ardh çdo vikend? Po, kretë barë pri qendrave tregtare, këto diçka me blej. Do me thonë po i vizitoni qendrat tregtare. Po. A do më tregon sa po janë çmimet e volitshme edhe të arsyeshme? Po, gati se nisojnë Maqedoni. Gati se nisojnë, nuk dallojnë shumë? Ndoshta përqindje e vogël. Përqindje vogël. Ndërmua, po më tregon ku është targeti juaj, fokusi, për cilat produkte më shumë? Po, unë jom tash me gratë, ma shumë ato vinë i vizitojnë këto. Ndërsa te si shoqërus. Diçka, po, unë Ndërum, unë e di që edhe nuk dyshoj realisht që ju veni tash e një kohë gjatë në Kosovë, ndër vite. Apo më tregon si e kujton Kosovën ndoshta vite më parë edhe sot? Pa gjo normale se sot kur ka atë liria e është shumë ma mirë se sa ma heret. Vakët komunizmit ishtë Kosovë as kundi. Okej, kur ka qenë hera parë ndoshta që keni ardhur në qytetin e Ferizajt? Po unë kum qenë këtu para një 50 vjetë, 60 vjetë veç është. Para 60 viteve. Po. Se kujton Ferizajn atë kohë? Ishtë qendra e vogël, shumë e vogël ishte. Ka qenë shumë e vogël. Një rrugica e vogël ishte ati. Ndërsa sot, A sot, gjo normal, a bo një qytet megaman. ashtu i nderuar. A ke për fund një përshëndetje për gjithë shqiptarët e Maqedonisë? Gjo normal, i përshëndesen e Maqedonisë, në Shqipënisë, në Kosovë. Gjithë shqiptarët, ku do? Gjithë ku janë, ku Rregull. gjithë. I nderuar, faleminderit shumë, kaloni sa më mirë. A gjithë mirë.